Pas çështjeve të ngritura për respektimin e planit urbanistik, pronësinë e Truallit dhe burimin e financimit projektit të kullës 35 katëshe Rozafa Tower në qendër të Shkodrës, ish deputeti Romeo Gurakuqi ka reaguar publikisht duke akuzuar institucionet për shpërdorim detyre dhe mosveprim. Reagimi i Gurakuqit vjen pas një deklarate të Drejtorisë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar për mbrojtjen e territorit në Shkodër lidhur me punimet në Rozafa Tower. Në një koment në faqen zyrtare të IKM të Shkodër, Gurakuqi thotë se Rozafa Tower po ndërtohet mbi kanalin rreth 170 vjeçar të ujrave të bardha të qytetit, e cila sipas tij është pronë publike e mbrojtur me ligj. Jeni në shpërdorim detyre. Rozafa ndërtohet mbi kanalin e ujrave të bardha 170 vjeçar të qytetit, që është pronë publike e mbrojtur nga ligji. Askush nuk mund të ndërtojë mbi atë objekt sikurse as mbi varrezat e të rëndëve më 1913 që ndodheshin në dy anët e kanalit të shkarkimit, shkruan Gurakuqi. Ish deputeti ngrej gjithashtu çështjen e varrezave të rëndëve të vitit 1913, të cilat sipas tij ndodheshin në të dy anët e kanalit të shkarkimit. Ai thekson se në zonë janë kryer ndërhyrje gjatë natës, ndërsa akuzon institucionet se kanë heshtur përballë situatës. Gurakuqi shpreh shqetësime edhe për sigurinë e qytetarëve për shkak të vinçit dhe makinerive të rënda që operojnë në kantier. Mbase sot mendoni se jeni në mbrojtje për mosveprimet tuaja, por praktikisht jeni në shkelje të ligjit në bashkëpunim të shumëfisht. Kjo është regjistruar dhe asnjë deklaratë nuk mund t'ju shmang nga përgjegjësia, shkruan më tej ish deputeti. Projekti për ndërtimin e kullës 35 katëshe Rozafa Tower në qendër të qytetit të Shkodrës ngre pikpyetje për respektimin e planit urbanistik, pronësinë e Truallit dhe burimin e financimit. Plani i përgjithshëm vendor i vitit 2017 parashikon për zonën ndërtime deri në 29.8 metra dhe jo më shumë se 7 kate, ndërsa nuk rezulton një procedurë e bërë publike që të shpjegojë miratimin e një objekti 35 katësh. Pikpyetje ngrihen edhe për Truallin, i cili rezulton pronë vakëf e komunitetit musliman të Shqipërisë, si edhe për mënyrën e financimit të kullës. Të dhënat financiare të Rozafa A tregojnë asete prej rreth 5 milion eurosh në vitin 2024 dhe kapital prej rreth 180.000 eurosh, ndërkohë që kosto e projektit përllogaritet në 30 deri në 40 milion euro. Lëvizjet e mjeteve monetare, stoqeve dhe detyrimeve të kompanisë shtojnë pikpyetjet mbi burimet që do të përdoren për realizimin e investimit. Mospërputhjet mes përmasave të projektit dhe kapaciteteve financiare të deklaruara kanë ngritur dyshime për origjinën e fondeve dhe mundësinë e pastrimit të parave përmes sektorit të ndërtimit. Rozafa Tower ka hapur kështu një debat që shkon për te ndikimit të kullës në urbanistikën dhe siluetën e Shkodrës, duke përfshirë ligjshmërinë e procedurave, pronësinë e Truallit, transparencën financiare dhe rolin e institucioneve.